Përshëndetje zotri kryeministër, është shumë kënaqësi që ju kemi këtu në shtëpinë e Kosovës. A mund të na tregoni se çfarë bën shtëpinë e Kosovës, një hapësirë ku idetë dhe njerëzit krijojnë vlerë? Jemi shumë të gëzuar që shtëpia e Kosovës në Davos të Zvicrës në kuadër të Forumit Ekonomik Botror tashmë është hapur për herën e dytë dhe nëse viti i parë ka qenë vit i ngjarjes, shtëpia e Kosovës, viti i dytë apo hera e dytë e shtëpisë së Kosovës është hapi i parë i fillimit të një tradite. Ne këtu në njërin anë prezantojmë kulturën, identitetin dhe atë se kush jemi, ndërkaq në anën tjetër gjithashtu i prezantojmë edhe mundësitë për investime ekonomike, për shkëmbime tregtare dhe për bashkëpunime të gjitha llojeve. Pra, tregojmë edhe atë se çfarë mund të bëjmë bashkë përveç se kush jemi. Pse është rinia pasuria më e madhe e Kosovës? Në qendër të shtëpisë së Kosovës këtu në Davos janë bashk rinia dhe mërgata. E shpesh herë këto të dyja janë tek personat e njëjtë. Djem e vajza të ri në shtëpinë e Kosovës, po mirëpresin si në një vatër të talentit shumë ndërmarrës ndërkombëtar prestigjioz, dhe po ju tregojnë për mundësitë që ata të vinë në Kosovë, ku ekziston një rini e talentuar, energjike dhe e cila është njohëse e shumë gjuhëve të huaja. Mosha mesatare në Kosovë është 35 vjeç, që është shumë e re për Evropën dhe më gjerë, por në të njëjtën kohë është një rini shumë e familiarizuar me trendet e teknologjisë bashkëkohore dhe gjithashtu e cila e ka dëshmuar veten tashmë në sektorin e teknologjisë së informacionit dhe komunikimit. Prandaj ne i ftojmë të tjerët të vinë në Kosovë, sepse në këtë mënyrë fiton edhe Kosova, por fitojnë që të gjithë ata që investojnë. Vjetë kemi qenë të veçantë për arsye se kemi hapur shtëpinë e Kosovës këtu në Davos. A mund të na tregoni se për herë të dytë çfarë veçon shtëpinë e Kosovës? Tamam ashtu është, pra ne duhet të vazhdojmë të mbetemi interesante. Besoj që të veçantë në Davos së vjet na bën fakti që në mesin e të gjitha shteteve që janë të pranishme këtu dhe pa numër korporata, Kosova është në mesin e 25 shteteve që e kanë shtëpinë e tyre. Pra është vështirë të gjesh ndonjë shtet nga mbar globi që nuk është i pranishëm në Davos, por vetëm 25 sosh, por afërsisht 1/8 e kanë shtëpinë e tyre. E aty bën pjesë edhe Republika e Kosovës. Pra ne jemi në 1/8 e epërme në mes në 25 shteteve të veçanta, të cilët kanë shtëpinë e tyre në këtë fshat ndërkombëtar, fshatin aktualisht më të ndërkombëtarizuar e globalizuar në planet në kuadër të Forumit Ekonomik Botror. Faleminderit shumë.